Në mesin e shumë sportistëve të rinj që po ngjisin majat e suksesit, spikat një vajzë e vogël, por me zemër dhe shpirt të madh gare. Erina Loki, karaktistja e klubit Shkëndija, e cila me përkushtim, disiplinë dhe pasion, po e bën krenar jo vetëm klubin e saj, por gjithë qytetin e Tetovës. Vetëm pak ditë më parë në turneun Nikola Grdanovski Nike 2025, ajo shpall kampione trefisht në 3 kategori dhe mori titullin e karateistet më të mirë të turneut, duke u nderuar me kupën e arë dhe 3 medalje të arta. Një sukses i jashtëzakonshëm që flet për talentin, punën e palodhur dhe për kushtimin e saj të përditshëm ndaj këtij sporti fisnik. Unë jam Erina Loki, jam klasa e 6, mësoj te shkolla Migjeni, jam 11 vjeçare. Erina, më thuaj se kush të shtyu të regjistrohesh në klubin Shkëndija dhe si lindi dashuria jote për karaten? Mua më shumë më shtyu mami, por edhe babi. Mua prej e vogël kam qenë motivuar për të bërë ndonjë sport dhe prej atëherë më ranë dashuri karateja. I kënë ndjekur më herët sportistët e karates që të ka hyrë në gjak ky sport, ose? Po, jo edhe aq. Ke pas ndonjë inspirim të veçantë nga mosha kur ke filluar të merresh me këtë sport? Po, kam patur për një fëqinit, i cili edhe ai ka ushtruar në karaten të klubi karates Shkëndija, edhe kur e kam parë, edhe unë e kam desh, edhe fillova pastaj. Çfarë të pëlqen më shumë në sportin e karates, Erina? Disiplina, sfidat, arritjet ose? Më shumë më pëlqen disiplina edhe sfida. Sa ka disiplinë në sportin e karates? Sa jeni ju të ndëgjueshëm para trajnerit tuaj? Ne jemi shumë. Bashkëpunon me shokët shoqe që i kenë në klub? Po. Dhe cilat teknika më shumë të pëlqejnë ty? Më shumë më pëlqejnë kizame dhe uramavashi. Turneu Nikola Grdanovski Nike 2025 ishte ky që kore suksese. Na fol pak për këtë turne. Ky turne ishte organizuar nga Metalurgi, u mbajt në Shkup. Dhe ti si ja dole në këtë turne? Me çfarë u paraqite, me cilat teknika? Më shumë uramavashi dhe kizame. Dhe çfarë fitove në këtë turne? Na tregosh tani para shikuesve. Fitova 3 medalje të arta dhe 1 kup. Ishe krenare për këtë? Po. Kujt ja dedikove, prindërve ose? Prindërve. Edhe klubit. Edhe klubit. Je e kënaqur deri më tani me këto suksese, Erina, pasi që ka vetëm 3 vite ti që merresh me këtë sport dhe që sukseset kanë qenë kaq të shumta sa që ne i kemi përpara këtu shumë medalje dhe diplomat tuaja. Më thuaj cilin sukses e llogarit më të dashurin për ty deri më tani që ke pas, cilën fitore? Besoj fitoren kur e kam marrë vjen e parë kur e ka organizuar klubi karates ton. Ky. Besoj se më vjen më i mirë, më i vlefshëm. E prisje ti këtë çmim? Po, pak e shumë. Nuk e ke pritur, domethënë prandaj e konsideron si më të vlefshmin këtë çmim. Më thuaj se në sa herë në javë ti ke ushtrimet, a gjen kohë mjaftueshëm edhe për ushtrimet e karates edhe për shkollën, që mos ta lësh anash edhe shkollën? Po, 5 herë në javë stërvitena dhe para dite e kam shkollën, ndërsa në mbrëmje kam stërvitjen. Dhe shkon çdo herë pa përtesë, a? Po. Të kjo Nike 2025, kur u shpalla si karateistja më e mirë e turneut, cilit ishin ato pritshmëri dhe si u ndjeve, sa kishe emocione, Erina? Ndjeva shumë mirë edhe surprizuar, sepse nuk mendojsha se do e marr, por shumë mirë me plot kënaqësi. Si e mirë pritën të gjithë të pranishmit aty këtë sukses tëndin? Shumë të gëzuar e të emocionuar? Po. Po klubi? Një lloj, shumë të kënaqësuar. Një lloj. Tani e 3 vite, cilin shirit e mbart ti, Erina? Unë e mbaj të kaltërtin. Të kaltërtin. Cili me radh tani ishte i kaltërti, se nuk i di mirë, e di që i ziu është më i miri, apo? I fundit. Po.
Pas të kaltërtit vjen i kafti, po i zivi. Dhe me thënë ke arritur të i kaltërtit për 3 vite, me shumë punë dhe dashuri për sportin e karates. Ku e sheh vetën në të ardhmen, Erina? Planifikon që të kesh pjesëmarrje edhe në gara ndërkombëtare ose njëherë ke fokusin vetëm në Maqedoni? Kam patur gara ndërkombëtare në Ballkanike vjet edhe këtë vit, por besoj dhe dua të baj pjesë në arenën botërore. Edhe në arenën botërore, do të shohem, jam e bindur se me gjithë këtë pasion për sportin e karates dhe me këtë dashuri që ke për karaten, ti me gjithë këto medalje do arish edhe aty ku e ke edhe pikë synimin tënd. Thuaj sa të ka mbështet familja, sa qëndron pas teje në këtë periudhë 3 vjeçare ti vetëm ma që je në klubin Shkëndija. Mua shumë më ka mbështet familja, prej në fillim deri tash. Po të shkollës, shokët, shoqet, mësuesit, e gjem për krajen e mjaftueshme edhe të këta? Po, më shumë të shoqet edhe të arsimtarët më shumë. Të përkrahin vazhdimisht, edhe të japin leje besoj të mungosh nga shkolla, kur ke gara? Po. Cili është kampioni yt i preferuar dhe që synon që të bëhesh, sikur dikush në të ardhmen? Besoj që është Enver Idrizi. E kam inspirim shumë se ajo është bërë kampion botërore edhe unë dua të bëhem dhe njerë si ajo. Më thënë, kjo është ëndra yte për të ardhmen. Po. Nëse nuk do të ishte sporti karates, e kishe menduar vetëm në ndonjë sport tjetër, ose? Po, besoj nëse s'isha në karate, besoj në volejbol, ama më shumë karaten besoj. Nuk i ndahesh data sportit të karates. Cila do t'ishte këshilla yte për gjithë ato bashkëmoshatarët e tu që nuk e kanë provuar ndonjëherë sportin e karates dhe janë skeptik ndoshta nëse të fillojnë ose jo, ti sa e ke gjetë veten dhe si mund t'ja përcjellësh këtë sukses bashkëmoshatarëve tu? Që të provojnë dhe mos të ndalen. Po, mos të ndalen asnjëherë edhe që mos të ndalen dhe të fitojnë në të ardhmen. Se ëndrat mund të bëhen edhe realitet, si në rastin tënd. Po. Faleminderit zemër shumë, ishte shumë kënaqësi që në ambientin tënd të shtëpisë të vizitojmë dhe të shohim këto suksese që i ke korrur për 3 vite, shumë medalje të arta, të bronzta dhe të argjenta edhe me shumë diploma këtu para ne. Erina Loki është dëshmi se mosha nuk është pengesë kur pasioni dhe vullneti bashkohen. Me përkushtimin e saj, ajo po frymëzon bashkëmoshatarët dhe po dëshmon se sukseset arrihen me punë, durim dhe dashuri për atë që bën. Rrugtimi i saj sapo ka filluar, por fitoret e deritanishme janë vetëm një paralajmërim i një karriere të ndritur në sportin e karates. Me shpirtin luftarak dhe buzëqeshjen që e shoqëron çdo fitore, Erina mbetet shembulli një brezi të ri që po ndërton me dinjitet emrin e sportit shqiptar në çdo arenë.